ne e pranojmë edhe këtë fakt, veç du të më ditë. Veç du të më ditë kjo, se në fund të mëram, qytetari ka më na vlerësu. Edhe atë ditë, pra, kur ta detyrojmë, që nuk është mirë, që të delë në zgjedhje, e ka më na vlerësu. Sepse ne e patëm vitin e kalum një lloj ngërçit të tillë. Edhe për me arë të ajo që e ngriti zoti Gjocaj, që e ngriti një farë çështje se po ju e keni përgjegjësinë më të madhe. Dëgjoj, na po reflektojmë karshi vullnetit qytetarëve, karshi votës që na ka dhënë qytetari. Në 2025 na dha votë, po s'na dha votë sa me kriju vetë qeverinë. Edhe se kriju zoti Duvall, me çut vendin zgjedhje, s'ka gjendje me një koalicion, as për qeveri, as për kuvend. E njëjta gjë ashtu ndodh sot me president. Lejo, ne bëm përpjekje të vazhdueshme me kriju qeverinë me LDK-n edhe me nismën. Dështuam për shkak se nuk ishin të gatshëm ata. Sidomos me nismën e keni pas shumë serioz. Nuk ishte sinqert, nuk ishin sinqert.